Me shemi të origjina, të ndalemi pak të fëmijëria, si ka qenë fëmijëria jota? Mua më ka kapur fëmijëria në fundin e regjimit komunist. Dhe vendi ka patur një vështirësi, sidomos në atë kohë, ishte fundi i sistemit, kishte konsumuar të gjitha rezervat e veta, kishte arritur në një rritje të madhe të popullsisë, kishte urbanizuar një vend që ishte gjetur kryesisht me popullsi fshatare dhe si them unë, ishte në limite të falimentimit si vend. Dhe kjo më ka bërë që një pjesë e mirë e fëmijërisë, atë pjesën që unë do ta kaloj me shkollën, do ta kaloj me shokët, shkryr Zotit nuk kishim këto gjëra që kanë fëmijët sot, se ato na kanë bërë më kështu. Pra nuk ishte i koncentruar diku, ishte më tepër të argëtimi, të liria, të hapësira. Mendoj që kemi patur më të mirë fëmijë. Te natyra, po mendoj kemi qenë më, ajo fëmijëria jonë ka qenë më atraktive, edhe pse i pjesë e saj thash më ka hikur te radha vajgurit, te radha qumshit, te radha çat dilte djathit, sepse kishte pak produkte në atë kohë, pra ishte në fund sistemi. Ma tani nuk kanë pikë durimi shqiptarët, kanë pritur gjitha ato orë në radhë, tani në bank të futen para kudo. Tani nuk ka të bëjë se nuk kanë durim. Tani ka të bëjë me këtë pjesën tjetër, që ne nuk respektojmë. Se po të shikosh të njëjtin shqiptar, që këtu nuk ka durim. Nuk ka durim te banka, nuk ka durim te radha, nuk ka durim në rrugë, para kalon, nuk e lidh rripin e sigurimit. Sa kalon kufirin në Muriqan, unë Malizi them fshat Jugosllav. Pra sa hyni në fshat Jugosllav, lidhet. E pati mu si qeni kështu, praf, rrit drejt, ecë me 40 në orë, ri aty tjetër nga mbrapa. Pra Afrikani është Afrikan, sikur rri në Ghana, sikur është në Togo, sikur është në Paris apo në Bruxelles. Se është Afrikani. Pra ai sillet një lloj. Kurse ne kemi të kundërtën. Ne sillemi si gjejmë. Ne po gjetëm sheshe shprehje fantastike e popullit ton, ne po gjetëm shesh, ne bëjmë për shesh. Ndërkohë, kthehemi te pak tek pjesa e fëmijërisë. Gjëja që e shikoj sot me krenari dhe do duhet ta kishte edhe brezi i sotëm, ishte kjo pjesa ne kishim me shokët, me shoqjet e klasës, atëre një nga gjërat që ne konkuronim ose rivalizonim me njëri tjetrin, ishte leximi i librave. Ishte libraria e qytetit, që kishte kartelën tënde ku regjistroheshin librat që ti lexoje dhe libri data kur e merre librin dhe do ta ktheje. Se ishin gjithë libra që do ktheheshin. Dhe pastaj kishin dhe librari, kishin shkolla dhe vetë librari, gjimnazet sidomos. Dhe kthehej në garë që sa libra kishte lexuar ai, sa libra kishte lexuar ky, edhe pse në fakt në atë kohë nuk është se kishte shumë gamë të gjerë librash. Po gjithsesi, ai të bënte, pra nga pjesa që ti ishe jashtë gjithkohës, theshe brenda dhe të çonte në një realitet tjetër. Dhe meqense je në ambientet izoluara, libri të ndikonte shumë. Varej edhe nga çfarë po lexon, por mendoj që kjo prapë mungon brezit të ri. Pra po të shikosh sot, ata ndikohen biles mundësisht t'ja u bësh me video. Nuk e lexojnë dhe një lajm kur e shohin atje që mund t'u interesoj, shikojnë titullin dhe pastaj merren e duan sa më të shkurtër, edhe mundësisht të lodhen sa më pak. Tani edhe fotot që bëjnë nga tualeti shoqërojnë shumë me thënie nga librat. Jo, pastaj ato i bëjnë se nuk i kuptojnë, po mos i bëjnë që të duken që kanë lexuar apo. Tani njeriu pikërisht shfaq një gjë që nuk e ka. Për shembull, më ka qelluar herë me një koleg skocez, gazetar. Edhe erdhi këtu po merri ishte gazetar investigimi dhe donte të shikonte se kishte dëgjuar shumë për Shqipërinë, donte dëgjonte, të shikonte domethënë që është vërtet to parcelat e mëdha me kanabis, to hangarët ku punonin gratë që pastronin. Edhe më merr paraprakisht i them do vish në këtë periudhë të vitit, se jo çdo momenti thoshun mbillet kanabisi. Dhe vjen momentin kur ishte finalizimi, fundi i gushtit, fillimi i shtatorit. Dhe çovën u mrekullua se duk se ai filmi me Leonardo DiCaprio, që shkojnë në ato parcelat në Azi ata dhe u duken jashtëzakonshme. Dhe hyri pa vetë, vajti pa vendin atje, thash ju duk si botë idilike. Dhe pastaj kur u ulëm, e filluam, ja morën këngës ata në zonën që ishim ne. Dhe ky më tha mua, s'e kupton që ata ishte këngë kështu burimore, nuk ishte me instrumente. Pra është nga jugu, se jugu i ka më të vjetra,
domethënë sa më pak instrument ketë një këngë, aq më e vjetër është. Dhe më tha mua, për çka këndojnë këta? I thashun, po këndojnë këngë trimërie, një këngë ishte me Ali Pashën, si që ka më ju. Po prapë ishin këngë që qëndronin te trimëria. Mbas 2 ditësh shkuam në veri se donte të shifte edhe veriun. Dhe atje ulëm prapë ja mori çifte Elisa, këndonte ai këngë për besën. E dëgjoj me vëmendje, jo më thamë, ne s'kocë edhe për mos ofenduar, po ne s'kocë tha, e mbajmë vetëm tha si kombëtrim. Po betojnë e fundit e kemi fituar 1314. Është ai filmi i famshëm me William Wallace. Ai është heroi që i ideoi 1314. Dhe skocezët e nga kombët futarat, po s'kan shtet tyre. Dhe ne tha gjithmonë nuk këndojmë gjërave që nuk i kemi. Pra kam përshtypjen që kaq shumë sa i këndoni ju trimërista dhe besës, kam thënë se mos keni një tim problem, siç kemi edhe ne. Dhe për fat keq e kishte kuptuar thelbin. Ne pikërisht mundojmë të këndojmë ose ta hiperbolizojmë një gjë që do të jetë normale, unë nuk di për shembull që ky kombi është më trim, edhe këta janë më frikacak. Ka brenda vendit për shkak të traditës, të historisë, kulturës që ka i qytet. Për shembull, nëse ndodhesh në Përmet, ti e di që në Përmet batuta, gjithë batuta në Përmet. Pra të shkon në qytetit të ndafileve, dhe ti mund të shikosh ose mund të ngacmosh çdo vajzë apo çdo femër që kalon. Nëse shef ndonjërin përtej rrugës, që po të shef me inat, është nga me Maliaj. Sepse edhe ai është si ty duke gjuajtur, se aty se kthehet njëri dhe nuk të thot njëri plaç. Por po të pa me inat, është nga me Maliaj, nuk është përmetari ai që po të shef. Kështu që to kujtimet se janë ta asaj kohe sot duken vërtet. Dhe nuk e dia do të kem koha, do të më mjaftoj koha ti mbledh të gjitha dhe të filloj nuk është se nuk i kam bërë gati një pjesë të mirë atyre. Por kur i shoh nga këndvështrimi sot, më duket sikur kam qenë në kinema dhe kam parë filma. Por ka qenë realiteti i jetës që jeton shqiptar. Thash se kjo pjesa se këtu mund të lihet. Pjesa e fundit sistemit, pra se mushka doli nga zbori që përdorin ata, pra më shërbeu dhe mendoj që më bëri mirë për të kuptuar dallimin që kishte ai sistemi me atë që ndodhi mbrapa. Brezi im pati një fat keq sepse ne na kapi ndryshimi i sistemeve dhe ne erdhëm nga një sistem që kishte çdo gjë të kontrolluar, kaluam në një situatë tjetër, po të marrë një krahasim, nëse ke pa një folem i lingonash, po t'ja u prishësh atë hyrjen, i ke pasi që orientohen ato, edhe hapen në gjithë ato, dhe ne na ndodhi pikërisht kjo gjë, ne na u prish foleja.